Një aksident tragjik me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar në mbrëmjen e së hënës në aksin rrugor Baramcuri-Qafmorin, një segment malor me kthesa të forta dhe pjerësi të theksuar që lidhet Tropojën me pikën kufitare drejt Kosovës. Sipas njoftimit të zyrtar të policisë së Kukësit, ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit Kasaj në Tropojë. Drejtuesi i mjetit, 34 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin i cili ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në humner. Përplasja ka qenë fatale për të riun, i cili është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Isa Grezda në Gjakov, por ka mbritur pa shenja jete. Në automjet ndodhi edhe një pasager 38 vjeçar, i cili ka mbetur i plagosur rënd. Gjendja e tij është stabilizuar në spitalin e Gjakovës, ku po merr trajtim të specializuar në repartin e ortopedisë. Mjeku Fisnik Vula, specialist ortoped në këtë spital, bëri të ditur se 38 vjeçari ka pësuar dëmtime të shumta si pasojë e aksidentit. Pacienti ka lëndime në kokë dhe në krahëror, thyrje të 2 brinjëve, si edhe dëmtim të një unaze kurrizore. Aktualisht ndodhet në kujdesin e mjekëve specialist. Për fat të mirë, gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën, u shpreh mjeku Vula. Ndërkohë, burime nga terreni bëjnë me dije se në momentin e aksidentit kushtet e rrugës mund të kenë qenë të vështira, ndërsa nuk përjashtohet as faktori shpejtësisë apo humbja e kontrollit në një nga kthesat e segmentit malor. Megjithatë, këto mbetën elementë që pritën të sqarohen nga hetimet zyrtare. Grupi hetimor i policisë së Tropojës ka nisur menjëherë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa po punohet për ekspertimin teknik të mjetit dhe analizimin e çdo prove që mund të ndihmojnë në përcaktimin e shkaqeve të aksidentit. Aksi Baramcuri-Qafmorin është një ndër rrugët më të frekuentuara drejt kufirit me Kosovën, por njëkohësisht edhe një segment që kërkon kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes dhe në kushte të pafavorshme atmosferike.